SPAK vijon presionin procedural ndaj kryeministres Sali Berisha në kuadër të hetimit të rihapur për ngjarjet e 21 janarit 2011, ku u vran 4 protestues në bulevard. Pavarësisht manovrave të Berishës për të shmangur marrje në pyetje, prokuroria e posaçme duket e vendosur ta marrë deklarimin e tij si person që ka dieni mbi rrethanat e ngjarjes. Pas mos paraqitjes në datën e caktuar me justifikimin se nuk ishte e njoftuar, Berisha u përball sot me një tjetër ftesë zyrtare gjatë paraqitjes për masën detyrim paraqitje. Ati u komunikua se duhet të dëshmojë të premten, por Berisha deklaroi se nuk mund të qitet për shkak të angazhimeve politike jashtë vendit. Në reagim, SPAK vendosi një datë të tretë thirrje, duke e caktuar marrje në pyetje më 19 nëntor 2025 ora 9, pra të mërkurën. SPAK ka dokumentuar disa tentativa shmangje të njoftimit nga ana e Berishës. Fletëthirja e parë dërguar në banesë më 3 nëntor u kthye mbrapsht me shënimin se rojet ishin instruktuar të mos pranonin zarfe. Ftesat e dërguara më 7 nëntor në 3 adresa: banesë, Partia Demokratike dhe Kuvend, u refuzuan duke bërë që SPAK ta dërgonte edhe përmes emailit zyrtar. Të gjitha këto veprime dokumentohen nga prokuroria si prova të zbatimit korrekt të procedurës së njoftimit, çka e detyron Berishën të paraqitet në afatet e përcaktuara. Përpara Berishës, Lulzim Basha ka dëshmuar tashmë për vrasjet e 21 janarit, ndërsa hetimi po shtrihet tek përgjegjësit politik dhe zinxhiri komandues i kohës. Çështja është rihapur pas vendimit të gjykatës së Strasburgut, që konstatoi shkelje serioze të procedurave dhe mungesë hetimi efektiv. Me vendimin e gjykatës së lartë në mars 2024, pas 13 vitesh, dosja u rikthye për hetim të thelluar.